Një lajm I trisht ka ardhur nga kryeqyteti ku mjekja infektologe Sabahet Dedja është ndarë nga jeta. Dedja kohët e fundit ka punuar si mjeke infeksioniste në qendrën shëndetësore të specialiteteve nr. 2 në Tiranë. Lajmin për ndarjen nga jeta të mjekes e kanë dhënë familjarët dhe kolegët e saj përmes shënimeve në rrjetet sociale ku kanë reaguar të prekur. Në lidhje me ndarjen nga jeta të mjekes Dedja, ka reaguar edhe mjeku I njohur Tritan Kalo, I cili shkruan se kolegja e tij ishte një njeri I rrallë dhe me shumë vlera si mjeke dhe me cilësi profesionale për t'u admiruar. Më njoftuan se kishte ndëruar jetë doktoresh Sabahet Dedja, infektologe dhe kolege prej 10 vitesh. Njeri I rrallë me shumë vlera si dhe mjeke me cilësi profesionale për t'u admiruar, ka qenë një motor e munguar e imja, si dhe në mungesën time në Tiranë, ishte ajo e cila përkujdesej për të dy prindrit e mi. U presh në paqe zemër dhe hallemadhja doktoresh Sabaheti dhe të qoftë sa milet dhe ujto këson, shkruan ndër të tjera mjeku Kalo, brenga e saj e jetës, largimi nga shërbimi I sëmundjeve infektive në QSUT, ndërkohë që ishte me leje lindjeje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.